Juve edhe njëherë, mirë se keni ardhë, edhe ne po fillojmë temën për cilën sonte jemi bashkuar këtu, e ajo ka të bëj edhe me katekumenatin, me këtë ecje përgatitore, për marrjen e sakramenteve të pagëzimit, të krezmimit dhe të kungimit. Kjo periudhë përgatitore e njerëzve katekumen ka vazhduar përndryshe në kohën e kishës deri në 3 vite dhe rrallë të ketë pas ndonjë rast për shkurtim të kësaj kohe për faktin se është bërë vërtet një ecje e bukur përgatitore me shumë tema në mënyrë që një i rritur tjetë sa më në nivelin e duhur dhe të ketë njohurit e mjaftueshme mbi besimin katolik në mënyrë që me gëzim pastaj e me vetdije të plot e me liri të plot të përqafoj një besim të cilin e ndjen ose dëshiron ta pranoj në jetën e vet. Dhe simbolikisht janë pranuar katekumenët, pra të rritunit për pagëzim, në kish, edhe atë vetëm deri në hyrje të kishës, dhe aty është bërë regjistrimi i tyne, janë marrë emrat, shënimet e tyre, dhe çka ka ndodhur në mënyrë simbolike, me një kamxhek janë nxjerrë jashtë kishës. Për ta theksue rëndësinë e asaj se kemi nevojë të përgatitemi për pagëzim. Ende ajo densia për ta pranuar pagëzimin dhe sakramentet tjera nuk ka qenë dhe pastaj ka vazhduar përgatitja e tyre dhe në kohën e caktuar janë pranuar me gëzim e në mënyrë shumë solemne dhe pagëzimi i tyre është bërë kryesisht shtunën e madhe. Në natën më solemne, që thotë Shën Augustini, është nata 9 e të gjitha netëve të Krishterrimit dhe është bërë pagëzimi i tyre. Prandaj, përgatitja ishte ndërthurur me katekezën dhe liturgjinë, duke i kushtuar një vëmendje shumë të madhe, të veçantë, e shkallës në të cilën katekumenët përparonin në mënyrën e krishterë të jetës së tyre. Katekumenët, pra është dashur të angazhohen edhe vetë personalisht që ta dëshirojnë dhe ta dëshmojnë një bindje të cilën dëshirojnë ta bëjnë pjesë edhe shpirtnore të jetës së tyre. Dhe më vonë, prej shekullit 6, sidomos, gati se edhe nuk ka pasur shumë katekumen, njerëz të rritur për pagëzim, prandaj është kaluar tek rriti i katekumenëve dhe pagëzimi kryesisht u është përshtatur edhe fëmijëve, sikur është edhe sot, kur në fakt prindrit dhe nunat e tyre marrin përgjegjësinë për edukimin e tyre në fenë e Krishtit. Ndaj liturgjia për sa i përket katekumenëve dhe pagëzimi i të rriturve është kremtuar me një rit qëndrueshëm dhe katekumenati pastaj gjatë historisë ka kaluar paksa në një fazë, jo edhe aq dinamike aktive, për shkak se janë pagëzuar fëmijët, por është rikthyer kjo në shekujt e fundit, sidomos prej shekullit 19, pastaj edhe në shekullin e 20, është pa që duhet ringjallur edhe më fort, duke marrë parasysh vullnetin e njerëzve, njohuritë mbi besimet, është pa nevojshme që të punohen dokumente caktuame, katekizma e kështu me radhë, që tu vihen në shërbim njerëzve të cilët dëshirojnë të pagëzohen. Dhe kjo përvojë, unë mendoj që do të jetë gjithmonë
aktuale për faktin se ka shumë njerëz të cilët shprehin këtë vullnet, e sidomos në popullin tonë. Sidomos në popullin tonë, i cili ka kaluar në këto përvoja të ndryshme kalvaresh, historike, të konvertimeve të dhunshme, të pushtimeve të ndryshme, qofshin nga bota osmane, qofshin nga bota slave, do të thonë ato ndikime pastaj janë shprehje edhe në çështjen e besimit, sepse dhunshëm janë konvertuar në islam, dhunshëm kanë provuar të konvertojnë edhe në ortodoksi, sidomos pra bota slave, po e përmeni këtu, dhe e kemi përvojën e atë Luigi Palait, për shembull, ekzekutimin e tij, pikrisht sepse është vunë në mbrojtje të këtij identiteti katolik të shqiptarëve dhe e pëson nga malazezet në fillim të shekullit 20. Dhe kështu pra kalojmë të sakramentet që janë 7. Pagëzimi, krezmimi, kungimi ose eukaristia, rrëfimi ose pendesa, vajimi të smurve, urdhri i shenjtë dhe kurora martesës. Këto janë 7 sakramente të themeluara prej Krishtit dhe prekin krejt etapat e gjitha çastet e rëndësishme të jetës së krishtenit. Pra, sakramentet na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Falë tyre jeta e të krishtenëve lind, rritet, shërohet dhe merr dhuratën e misionit. Dhe e thot edhe katekizmi i kishës katolike në mënyrë shumë konkrete. Me sakramentet e hyrjes, iniciacio, ose që po e përmenim ne sakramentet e iniciacionit, pra këto janë sakramentet e hyrjes, përfshihen pagëzimi, krezmimi dhe eukaristia. Pagëzimi, krezmimi dhe kungimi. Dhe këto janë sakramentet që vënë themelet e jetës krishten. Pra besimtarët të rilindur me pagëzim përforcohen me krezmim dhe ushqehen me shujtën e jetës së amshuar që është eukaristia, kungimi. Pra rilinden me pagëzim. Prandaj e keni dëgjuar që njerëzit marrin edhe emra të ri në pagëzim. Për zgjedh një emër për pagëzim. Dikush edhe ndron krejt emrin e vet, ose merr një emër në pagëzim sepse sikur fillon ai një jetë të re shpirtërore. Nuk është që me patjetër duhet ta merr një emër të ri, por shumë kush i vetëdijshëm për atë rëndësi se po fillon një jetë të re shpirtërore, atëherë dëshiron edhe me emër të identifikohet si person i cili ka tregu këtë dashuri ndaj Krishtit dhe merr këtë sakrament. Pastaj ajo që rilindet, do të thonë në jetën tonë, si person që e bëjmë këtë hap, e përforcojmë duke marrë sakramentin e krezmimit. Krejt këta e ushqejmë fakt gjatë gjithë jetës me kungimin shenjtë. E tani, sakramenti i pagëzimit është themel i jetës krishten. Mbi të ne e ndërtojmë jetën shpirtërore. Pagëzimi është ajo dera që hapet para sakramenteve të tjera. Sakramenti i pagëzimit është edhe si themel, mirë se erdhë, Albert, Diana. Ne kemi filluar pak të flasim edhe për katekumen, edhe për përvojën e neofitëve në lidhje me sakramentet në përgjithësi, por për sonte kemi përzgjedhur pak të flasim për sakramentet e iniciacionit, sakramentet hyrëse, dhe për këtë arsye kam dashur t'ju shpalos këtë mësim të kishës mbi këto 3 sakramente sonte, e ato 4 tjera do t'i trajtojmë pastaj në një takim tjetër të radhës. Pra, atë që si pagëzim e marrim, rilindemi shpirtnisht, përforcohemi me krezmim dhe ushqehemi me kungim.
këto 3 sakramente, pra hyrëse, janë si themele të jetës tonë të krishterë. Si quhet ndryshe sakramenti i pagëzimit? Përveç pagëzim, atëherë ky sakrament njihet edhe me shprehjen si larje e rilindjes dhe ripërtritjes që jep Shpirti i Shenjtë. Pastaj kjo larje quhet ndriçim, sepse ata që e marrin këtë mësim ndriçohen në mendje, me që në pagëzim ka marrë fjalën, dritën e vërtet që është ndrit çdo njeri. Lexojmë te Shën Gjoni Ungjilltar. Koncili i dytë i Vatikanit ka rivendosur katekumenatin e të rriturve të ndarë në disa shkallë. Dhe sot, në të gjitha rritet latine edhe lindore, hyrja në jetën e krishterë për të rriturit fillon pra me hyrjen e tyre në katekumenat dhe arrin kulmin e vet në kremtimin e vetëm të 3 sakramenteve që thamë: pagëzimit, krezmimit dhe eukaristisë. Dhe pagëzimi i të rriturve që në zanafillën e kishës, në fakt, do të thonë prej fillimit ky pagëzimi të rriturve është një situatë më normale aty ku lajmërimi i Ungjillit është ende diçka e re. Ne po flasim për pagëzimin e të rriturve, e këtu mund të përmenden edhe misionet, sidomos në vendet sikur Afrika ose kontinente tjera në të cilat ende nuk është aq e njohur përvoja e krishten në disa vende, sepse dhe atje pak a shumë tashmë është si përvojë jete, feje, krishtërimi fal misionarëve në shumë vende të ndryshme, por ende ka, domethënë, përderisa hyrja në besimin dhe në jetën e krishterë, ai duhet përgatitet pra mirë, se edhe në popullin tonë, lirisht mund të në këtë kontekst mund të quajmë si një vend misionar, sepse kem parasysh mundësinë e formimit edhe të shkollimit në për cilin ka kalue vendi ynë, pak njohuri ka, domethënë mbi këtë realitet dhe mbi këtë besim në fakt, edhe për këtë arsye duhet bëhet si një ecje përgatitore në mënyrë që ata që shprehin këtë dëshirë, ata që ndjejnë këtë dhuratë prej Zotit, t'jenë sa më të vetëdijshëm për ato që duan pranojnë jetën e tyre. Pra, katekumenati kam përzgjedhur këtë pjesë pikërisht për këtë arsye që t'jemi sa më të vetëdijshëm, cila është pesha e kësaj ecje shpirtërore në mënyrë që t'jemi sa më të përgatitur në lidhje me këto 3 sakramente që keni marrë. Dhe katekumenet tashmë janë të bashkuar me kishën, në momentin që ata bëjnë veç këtë ecje dhe i përkasin familjes së Krishtit. Jetojnë një jetë feje, shprese, dashurie, e kisha nën i pranon dhe kujdeset me dashuri si për bijtë vetë. Pra, katekumenet që kanë shpreh këtë dëshirë dhe kanë fillu këtë ecje, veç janë pjesë e kishës, nuk janë jashtë saj, për faktin se besimi është një dhuratë që të jepet prej Zotit, e brenda bashkësisë njeriu fillon ta përjetojë atë e ta përpunojë në mënyrë që të jetë vërtet sa më i shndritur prej Zotit, që të jetë në nivelin e sa më të duhur për të bën pjesë të jetës shpirtërore, sakramentet si diçka që na shoqërojnë, si thash në fillim, në çdo moment të jetës, prej momentit të pagëzimit e gjatë gjithë jetës, ato na shoqërojnë. Dhe që pra pagëzimi në këtë drejtim është ai themel mbi të cilin ne ndërtojmë jetën shpirtërore. Dhe do të ju jap mundësinë edhe për pyetje, për gjëra të cilat lidhen me këto sakramente,
por unë do dalë edhe ashtu shkurtimisht po trajtoj këto 3 sakramente të iniciacionit, sa për të pasat informacionin e përgjithshëm mbi to dhe pastaj për secilin mund të diskutojmë e të bisedojmë se kush mund të pakzoj, kush mund të pakzohet, kush është ndarësi i sakramenteve, mbarshtuesi që kryen sakramentet e kështu me radhë. Ndërsa tani disa fjalë për sakramentin e krezmimit, sepse bashkë me pakzimin edhe Eukaristin, krezmimi përbën tërsinë e sakramenteve në hyrjen e krishterë. Është e nevojshme gjithmonë për këto shpjegime edhe në raport me besimtarët se marrja këtij sakramenti është e nevojshme për forcimin e hirit të pakzimit. Dhe ju e dini tash tek ne kjo përvojë e krezmimit bëhet disa vjet pas pakzimit. Kryesisht pakzimet vitin e parë të lindjes janë përvojë më e shpeshtë. Pastaj përgatitja e tyre fëmijëve vazhdon për kungim të parë dhe krezmimi merret prapë në një moshë pak më të pjekun që t'jenë sa më të vetëdijshëm për atë që do të përforcojnë në jetën e tyre. Dhe ajo është sikur pakzimi, ashtu edhe e gjithë jeta e krishterë. Dhe në rritjen e këtij sakramenti është lyerja, domethënë lyerja me vajnë krizmën e shenjtë. Në simbolikën biblike, lyerja paraqet një pasuri të madhe vështrimesh. Janë lye edhe mbretrit, sepse u është dhënë kjo dhuratë e ky pushtet. Prandaj, domethënia e lyerjes me vaj takohet në gjithë përvojat, sidomos ato sakramentale, para pakzimit me vajnë e katekumenëve, që ka kuptimin e spastrimit, të forcimit, pastaj lyerja me vaj, i të smurve që shpreh shërimin dhe ngushëllimin, lyerja me krizmën e shenjtë pas pakzimit, në krezmim dhe në marrjen e urdhrit shenjtë, që është shenjë e shugurimit, e me anë të krezmimit të krishterët, ose ata që janë lyer marrin pjesë më shumë në misionin e Jezu Krishtit. Në fakt, duke qenë kështu të vetëdijshëm për këtë sakrament, ne marrim përsipër një mision. Në momentin e krezmimit merr një mision përsipër që jo veç ta mbash për vete Krishtin në zemrën tënde, por ata edhe ta shpallësh me jetën tënde. Këtë kontekst, pra, me anë të kësaj lyerje, kandidati për krezmim merr shenjën, vulën e shpirtit shenjtë, atë të simbolit personit, shenja autoritetit tij, e pronësisë së tij mbi një send. Prandaj ishte zakon që të vihet edhe tek të tjerët, qofshin ata ushtarë, sklever, siç shohim edhe në katekizmin e Kishës Katolike, se lyerja ka këtë vull të cilën njeriu e merr në jetën e vet dhe është i ftuar që atë ta mbaj si një mision në jetën e vet. Dhe krezmimin e marrim një herë në jetë. Prandaj prej atij momentit të lyerjes me krizmën e shenjtë, vihemi edhe në dërgim. Shugurimi i krizmës shenjtë është një moment i rëndësishëm që i prin këtij sakramenti dhe zakonisht bën tentin e madh. Tentin e madhe, do të thonë java e madhe dhe tradiçi i shenjtë fillon tentin e madhe. Para dite, kryesisht natyrar, kremtohet mesha e shugurimit të vajrave. Ne shpesh e kemi në Prizren, në katedralen e Zojës Ndimtare, por ndodh edhe këtu në katedrale që ta kemi këtë mesh solemne, kur bëhet shugurimi këtyre vajrave, shugurimi i krizmës, në fakt, dhe bekimi pastaj i vajt katekumenëve dhe atij për të smur. Dhe në këtë mënyrë, pra,
shugurimi I Krismës bëhet në atë mish. Një gjë që është praktike, kush mund të marrë këtë sakrament, krezmimit? Çdo I pagzuar që se ka marrë ende, thot katekizmi. Do të thonë çdo I pagzuar që se ka marrë ende. Që nga çasti I pagzimit, krezmimi dhe Eukaristia përbëjnë një unitet dhe nga kjo rrjedh se besimtarët duhet marrin këtë sakrament në kohën e duhur në mënyrë që të përplotësohet kjo përvojë. Pastaj për krezmim, si për pagzim, e dini se lypet nuni ose nunia është mirë të jetë I njëjti person që është zgjedhur për pagzim. Zakonisht domethënë është një përvojë që e shoqërimit edhe nga ana e nunit të një kandidati që është pagzuar dhe ka marrë të sakrament, por tek të rriturit natyrisht ato kryhen në të njëjtën ceremoni. Përveç pra kësaj, atëherë është sakramenti I Eukaristisë, domethënë si sakrament I iniciacionit dhe plotëson hyrjen në jetën e krishterë. Ta që janë ngritur në këtë dignitet, pra me anë të pagzimit, janë bashkëformuar më thellësisht me Krishtin, e me anë të krezmimit, e nëpërmjet Eukaristisë marrin pjesë në gjithë bashkësinë në të njëjtin flijim të hyjit tonë. Shëlbuesi ynë në darkën e fundit, natën kur e tratuan, themeloi flinë eukaristike të korpit të gjakut vet. Pra, tetën e madhe në meshën e mbrëmjes, kur merrni pjesë, ju I shihni, I kemi 12 persona kryesisht rreth altarit, të cilët në mënyrë simbolike paraqesin 12 apostujt dhe atë përkujtimin e darkës së mbrëmë të Krishtit me apostujt e vet. Këta I quajmë apostuj, por ajo është një lloj simbolike sepse në fakt të gjithë besimtarët, burra e gra, janë thirrur që të bëhen apostuj në jetën e tyre të përditshme. Por ne me atë mesh të përkujtimit të darkës së fundit të Krishtit me apostujt, që kremtojmë të ejtën e madhe, e bëjmë edhe këtë përvojë të bukur. Prandaj Eukaristia, ajo është burim dhe kulmi I jetës kishtare, I gjithë jetës së krishterë, se të gjitha sakramentet, ashtu si të gjitha mbashtimet kishtare, janë të lidhura ngushtë me Eukaristinë. Prandaj Eukaristia quhet burim dhe kulm I gjithë jetës së krishterë. Bashkimi I jetës me hyn, uniteti I popullit të Zotit, mbi të cilin themelohet kisha, shprehen dhe realizohen në mënyrë të mrekullueshme nga Eukaristia. Prandaj si quhet ky sakrament ndryshe? Ka disa emra që përdoren për Eukaristinë. Po përmendi këtu Eukaristi, sepse ajo është falënderim. Sot bashkë kam theksuar këtë fakt sikur gjatë kohës adhurimit, ashtu edhe në meshën e shenjtë. Eukaristi nënkupton falënderim që I bëhet hyjt. Pastaj darka e Zotit, sepse është fjala për darkën që ai ka ngrënë me nxënësit e vet në vigjiljen e mundimeve të veta. Pastaj quhet si mbledhje ose asamble eukaristike. Përderisa Eukaristia kremtohet në mbledhjen e besimtarëve, ajo është veç një shprehje e dukshme e kishës. Pastaj quhet përkujtim I mundimeve dhe ngjalljes së Krishtit. Flijimi I shenjtë, sepse aktualizon të vetmin flijim të Krishtit shëlbues. Quhet liturgji e shenjtë dhe hynore, sepse gjithë liturgjia kishës gjen qendrën e vet dhe shprehjen e vet më të fuqishme në kremtimin e këtij sakramenti. Pastaj quhet kungim ose bashkim, komunio, sepse me anë të këtij sakramenti I bashkohemi me Krishtin, I cili na bën pjesëtar të korpit të Tij dhe të gjakut të Tij për të formuar një korp të vetëm. Pastaj meshë e shenjtë, sepse liturgjia në të cilën është kryer misteri I shpëtimit mbyllet me dërgimin e besimtarëve, misio, me qëllim që të kryejnë vullnetin e hyjit në jetën e tyre të përditshme. Dhe
Këta janë, si thash, emërtime nëpërmjet cilëve shprehim atë që ne zakonisht e quajmë kungim ose quajmë meshë e shenjtë. Dhe shenjat janë buka e vera. Në qendër të kremtimit e Eukaristisë janë buka dhe vera. Nëpërmjet fjalëve të Krishtit dhe nëpër thirrjen e Shpirtit të Shenjtë, ato bëhen korpi dhe gjaku i Krishtit. Dhe kur përkujtojmë pra darkën e mbrëmtë të Krishtit, ai mori bukën, mori kelkun, pra merrni e hani, merrni e pini. Ky është korpi im, ky është gjaku im, dhe përmbyll këtë duke thënë, bëni këtë në përkujtimin tim. Pra, bëni këtë në përkujtimin tim. Kur Krishti urdhëron të përsëriten gjestet dhe fjalët e tij deri që ai të vi, nuk kërkon vetëm që të kujtohet ai dhe ato që ka bërë. Ai ka si synim kremtimin liturgjik me anë të apostujve dhe të pasardhësve të tyre, të memorialit, përkujtimorës së Krishtit, të jetës së tij, të vdekjes së tij, të ngjalljes dhe të ndërhyrjes së tij pra natit. Pra, ne aktualizojmë ngjarjen e darkës së mbrëmtë në çdo meshë që kremtojmë, dhe që në fillimet e veta kisha i ka qëndruar besnike, urdhri të hyjë për kishën e Jeruzalemit që gjithashtu na bën të reflektojmë mbi darkën e mbrëmtë e mbi këtë kremtim eukaristik. Mesha gjatë shekujve, ne gjithmonë e përmendim Shën Justinin, që ka jetuar në shekullin e dytë dhe sjell disa dëshmi, domethënë se çysh është kremtuar mesha, çysh prej kohëve të apostujve. Dhe ai paraqet një lloj agjende, le ta quajmë ashtu, të meshës siç është kremtuar atëherë. Edhe atëherë krahason e ju, sepse ju ka rënë me marrë pjesë meshë, sidomos juve që jeni pagzuar, po dhe katekumenëve, se si bëhet ajo sot. Shën Justini, ato pikat themelore të meshës i sjell në këtë formë, kanë mbetë pa ndryshuara deri në ditët tona, dhe ja çka thot ai, në ditën që quhet e diellit, mblidhen të gjithë së bashku banorët e qytetit dhe të fshatrave. Lexohen kujtimet e apostujve dhe shkrimet e profetëve, aq sa lejon koha. Pasi mbaron leximi, ai që drejton na nxit dhe na këshillon me një fjalim që të ndjekim këta shembuj të mirë. Domethënë, Shën Justini që ka lindur dikon rreth vitit 155. Ai e përshkruan meshën, kremtimin eukaristik në këtë formë. Në ditën që quhet e diellit, mblidhen së bashku njerëzit, besimtarët, banorët e qyteteve fshatrave. Lexohen kujtimet e apostujve, se jemi në shekullin e dytë. Dhe aq sa lejon koha. Pasi mbaron leximi, ai që drejton. Do të thonë, fjala është për meshtarin, po i pesh kujt meshtarët. Thot, na nxit dhe na këshillon me një fjalim që të ndjekim këta shembuj të mirë, që është predikimi, homilia sot që e quajmë. Pastaj, të gjithë së bashku ngrihemi në këmbë dhe bëjmë lutje, si për veten, ashtu edhe për të tjerët, lutjet e besimtarëve, apo? Kudo që të gjenden ata në mënyrë që pasi të kemi mësuar të vërtetën, të meritojmë të jemi me fakte qytetar të mirë dhe ruajtës besimtar të normave, rregullave dhe të arrijmë shpëtimin e amshuar. Pasi mbarojnë lutjet, përshëndesim njëri tjetrin me një të puthur. Dhe tash një ditë në fillim të meshës e kam përmend këtë fakt, që në shpreh atë vllazëri, që shpreh atë gjest paqeje, e urimi, e solidarizimi, ndihme të ndërsjellë e kështu me radhë, dhe ky gjest që është edhe sot në fakt një shprehje
e atij gëzimi dhe dashurie, sikur në raport me Zotin ashtu ndërmjet veti. Dhe pastaj vllajt që kryeson mbledhjen, i sjellim një bukë dhe një kup me ujë e me verë të përzier. Ai merr ato dhe i ngre lavdërim e lavdi Atit të gjithësisë në emër të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë. Dhe bën një falënderim, një eukaristein. Do të thotë eukaristein, një falënderim, domethënë nga greqishtja, sepse jemi gjykuar të denjë për këtë dhuratë. Pra është një falënderim Zotit për këtë dhuratë. Pasi ai u ka dhënë fund lutjeve dhe falënderimit, të gjithë njerëzit e pranishëm thërrasin ose përgjigjen Amen. Ai që kryeson, pasi të këtë bërë falënderimin dhe gjithë njerëzit kanë brohuritur, ata që ne quajmë diakon, u shpërndajnë të gjithë të pranishmeve bukën, verën dhe ujin të shuguruar dhe u aqojnë edhe atyre që nuk janë të pranishëm. Në këtë rast, më shumë nënkuptohen ata që janë të smurë, që s'kan pas mundësi të vinë e të marrin pjesë në këtë kremtim. Dhe liturgjia e Eukaristisë zhvillohet sipas një strukture pra themelore që është ruajtur deri në kohën tonë nëpërmjet shekujve dhe këto nënkuptojnë pikërisht këto pikat kryesore: mbledhja, liturgjia fjalës me lexime, pretku dhe lutja e përgjithshme. Lutja eukaristike me paraqitjen e bukës dhe të verës është veprimi i hirit shugurues dhe kungimit. Do të thonë ajo pjesa është pika qendrore e shugurimit. Dhe nuk është kremtuar, do të thonë edhe darka e mbrëm pikërisht në këtë mënyrë. Kur kem parasysh pastaj edhe nxënësit e Emausit, nëse na kujtohet ai udhtimi i tyre, kthimi prej Jeruzalemi pas vdekjes Krishtit në Jeruzalem dhe derisa po kthehej Krishti u dëftohet dhe para gjë që u bën u ashtjellën shkrimet. Pastaj do të ndalet tek ta, edhe gjatë të darkës ai do të shndrohet, do ta kuptojnë definitivisht se Krishti ishte në mesin e tyre që po i shoqëronte te thyrja e bukës. Dhe ja, frytet e kungimit është para se gjithash bashkimi ynë me Krishtin. Marrja e Eukaristisë në kungim sjell si fryt kryesor bashkimin intim me Krishtin Jezus. Ai thot, kush ushqet me korpin tim dhe pi gjakun tim, mbetet në mua dhe unë në të. Jeta në Krishtin e ka themelin e vet në gostinë eukaristike dhe sikurse më dërgoi Ati mua, edhe unë jetoj për Atin, ashtu edhe ai që ha mua do të jetoj për mua. Pra, edhe ne që ushqehemi me Krishtin, që jetojmë për të dhe jemi të thirrur që të përçojmë të lajm të gëzueshëm edhe tek të tjerët dhe theksoj shpesh që duhet ta mbajmë Krishtin të mbyllur në zemrat tona, duke ja kufizuar edhe atij veprimtarin, por ta lejojmë që të na përdor në mënyrë që emri i tij të shpallet dhe populli. Pra, frytet e kungimit dhe gjëja që doja ta përmbyll është për të mos u stërzgjatur, fakti se tek secili sakrament ka ende detaje, elemente, simbolika, të cilat i shihni edhe sot, për të cilat mund të vazhdojmë të bisedojmë edhe bashkërisht për ata që juve që jeni pagzuar u kujtohet, ose u ka mbetur si përshtypje nga ai moment i shenjtë, por edhe që katekumenet që janë këto të dëgjojnë këtë përvojë tuajën dhe kështu me katekumenet unë do të vazhdoj natyrisht përgatitjen e tyre edhe më shpesh, por me ju neofitet, kjo është ajo mundësi që kam dashur t'ju jap, në mënyrë që bashkërisht të marrim pak kohë, të kalojmë së bashku, si në shoqërim, ashtu edhe mundësi diskutimi e pyetjeje për shumë gjëra të bukura. Faleminderit që më keni dëgjuar dhe që jemi këtu bashkërisht i komentojmë të gjitha ato që falem. Në takimin tjetër, si thash në fillim, ne do të trajtojmë sakramentet tjera,
pra rrëfimin, vojimin, urdhnin e shenjtë dhe kurorën e martesës. Gjithmonë pak shumë në pika të përgjithshme, se për çdo sakrament ka shumë çka që të flitet, por në ndërkohë edhe ju do të keni mundësinë të mësoni qoftë prej katekizmave, prej doracakëve të lutjeve, qoftë prej shkrimit shenjtë mbi të gjitha. Po. Mirë, atëra keni ju tash në pyetje, në gjallë për të shtue, diskutue, për shtru në argument, po. Ne për shembull që halosi na pagësu, a do të marrë më shpesh? Po, ne do të takohemi edhe veç e veç me katekumen, qoftë si individ për shkak të orareve të ndryshme dhe të punës që kanë kandidatët. Për ndryshe janë 6 katekumen të ri, në studime, në punë, dhe ju dy sonte që jeni këtu, në ndërkohë vazhdimisht dikush lajmërohet dhe kjo është një gjë vërtet e bukur. Prandaj ne me katekumen do të bëjmë edhe takimet e veçanta, sepse sigurisht që do të jemi edhe më praktik në përgatitje për pagëzim.